Kuba po përgatitet për ndryshimin më të madh ekonomik që nga revolucioni i vitit 1959, pasi parlamenti i vendit ka miratuar unanimisht një paketë të gjerë reformash që synojnë liberalizimin e ekonomisë socialiste. Paketa përfshin më shumë se 175 masa dhe konsiderohet nga analistët si një moment historik për ishullin e Karajibeve. Reformat janë mbështetur nga Partia Komuniste Kubane dhe nga ish udhëheqësi Raul Castro, i cili u bëri thirrje ligjvënësve të zbatojnë sa më shpejt. Ndër ndryshimet më të rëndësishme është lejimi i zhvillimit privat të pasurive të paluajtshme, transformimi i një pjese të ndërmarrjeve shtetërore në biznese private dhe hapja e sektorit bankar për investitorët privat. Gjithashtu, reformat parashikojnë shitjen e disa pronave shtetërore tek individ dhe kompani vendase apo të huaja, përfshirë edhe kubanët që jetojnë jashtë vendit. Kryeministri kuban, Manuel Marrero, deklaroi se këto masa janë të domosdoshme për të përballuar krizën ekonomike dhe për të shmangur pasojat të rënda politike e sociale. Ai theksoi se reformat nuk shërbejnë një braktisje të socializmit, por një përpjekje për të përshtatur modelin ekonomik me realitetin aktual. Ndërkohë, presidenti Miguel Díaz-Canel u tha deputetëve se ndryshimet nuk lidhen me negociata me Shtetet e Bashkuara, por janë një nevojë e brendshme e vendit. Ai përsëriti se Kuba do të vazhdojë të mbrojë projektin socialist pavarësisht transformimeve ekonomike. Autoritetet kubane argumentojnë se vendi po përballet me vështirësi të jashtëzakonshme ekonomike për shkak të sanksioneve amerikane dhe bllokadës së gjatë ekonomike. Kriza energjetike, mungesa e produkteve bazë dhe rënja e investimeve kanë ushtruar presion të madh mbi ekonominë e vendit. Nëse zbatohet plotësisht, këto reforma do të shënojnë ndryshimin më të madh të modelit ekonomik kuban që nga revolucioni i udhëhequr nga Fidel Castro më shumë se 6 dekada më parë. Shumë ekonomistë besojnë se vendimet e marra mund të ndryshojnë rrënjësisht të ardhmen ekonomike të Kubës, duke hapur një kapitull të ri në historinë e vendit, ndërsa të tjerë presin të shohin nëse reforma do të arrijnë të ringjalljen ekonomik, pa censuar sistemin politik socialist.